Ti vendose, derisa ke studiu mjekësinë, që të orientohesh në këtë fushë. Çfarë ndodhi? Çfarë tërhoqi? Tash me thonë drejten, qysh nga shkolla, qysh heret kam pas ide në marrë me të bukurën, qysh shkollë të mesme kam ditë shkollë marrë me kirurgji plastike. Po të gojtë është një sekret që shumica kolegëve të mi e di, në më thonë, kur unë ka marrë specializimin për kirurgji, nuk ka pas për kirurgji plastike, ka marrë për kirurgji të përgjithshme, që me kohë kur tipet mundësia me kalun kirurgji plastike. Kështu që kam shku në kirurgji të përgjithshme dikun gati rreth 3 viteve, pas 3 viteve kam kalun kirurgji plastike. Per kuriozitet, edhe në Amerikë, ma tepër se 50% nuk e punon atë punën për çka shkollue. Unë e kam ditë që kam marrë me kirurgji plastike, nga se ndikon ndoshta familje, ndoshta rrethë, ndoshta rrethonet ndryshme që merr diçka me një profesion caktuar, mirë po me kohë sheh që nuk i e perat, ma ne e don atë që do. Nëse tash është trendi, kur e ke marrë ti, nuk është se ka qenë trendi në Kosovë. Pa e nuk ka qenë mirë, po me gjithat është mirë, çdo kush ta bëj atë që e don, nga se sipas meje nuk mund të jesh edhe si gazetari mirë nëse nuk e don gazetari. Do thonë, për çdo profesion duhet ta duash që ti jesh i mirë. Edhe mira e ka minimumin edhe maksimumin, do të thonë që ti jesh i mirë duhet të bësh update-a, gazetari, update-a profesional. Qysh kërkon telefonit bën update-at, çdo disa muaj, edhe profesioni kërkon të bësh update-a. Okej, profesioni kirurgjisë plastike ka bërë boom bot, po edhe tek ne është duke u rritur. Si e vlerësoni si sektor në Kosovë, për aq sa ju e përcjellni, për aq sa ju i njihni kolegët tuaj që janë të fushës, ku jemi sot? Pa i jemi relativisht mirë, pa po thomë është individuale, fillohesh nga vetja, varësisht sa investon vete. Mirë po unë mendoj që çdo profesionist duhet të investojë në vete. Nuk operohet për shembull një hund sot, si është operuar para 2-3 viteve. Ndrojnë rrethanet. Do të thonë, bota po ec. Ne shqiptarët nuk bëjmë rregulla, nuk bëjmë kritere. Duhet t'i shohim si bëhet në botë. Që t'jemi, do të thonë, që t'ecim në trend me botën. Nëse duhet ta zgjedhësh njërin, si i klasifikon ndërhyrjet, si luks apo si nevojë? Apo të dyja bashkë? Ndoshta janë dyja bashkë, mirë ata, janë dyja bashkë. Mirë, po si thash edhe me herët, si pas meje, nëse më pyet, njëshi është funksioni, e dyta është estetika. Sikur në çdo punë që e bëjmë, unë gjithëve ju them edhe kolegëve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, që i falenderoj shumë, kam një ekip të mirë shumë. Fillimisht duhet të bëhet mirë, mandi dyshë është bëhet sa më shpejt që mundet. Po mira është para shpejtit. Do të thonë, fillimisht duhet ta bësh mirë, pastaj sa më shpejt që mundesh. Thuhet se ata që bëjnë operimet të cilat u ndryshojnë pamjen drastikisht, edhe dim raste të tilla që e nis me një, vazhdon ndryshimet, kanë pastaj probleme me shëndetin mendor. A është i vërtetë ky pohim? Tash kur e njohim gjithë Michael Jacksonin, ai vetëm hundën e ka operuar dikon mbi 5-60 herë. Mbi 5-60 herë, Michael Jacksoni, vetëm hundën. Duron hunda aq herë? Pa i tash mundesh gjithmonë në detaj me shtoa, diçka me hjek, diçka me shtoa, diçka. Mirë po... Këtu tek ne, në kontekstin tonë, rrethanat tona, ka raste kur njerëzit fiksohen pas ndërhyrjeve, pastaj kanë probleme me shëndetin mendor, nuk pajtohen, nuk e përjetojnë mirë emocionalisht. Po, shiko, intervenimet kirurgjike përveç pamjes estetike, ndikojnë shumë se i kthehet vetbesimi. Qofse një